26 shtator, në kishën ortodokse, kremtohet jetë ndërimi i apostull dhe ungjillorit të shenjtë Ioan Theologu. Në fund të sinaksarit për apostullin dhe ungjillorin e shenjtë Ioan, na tregohet se ai jetoi në paqe ditët që I kishin mbetur nga jeta në Efes, duke I sjell Krishtit një numër të madh paganësh. Kur u njoftua nga Perëndia për largimin nga kjo jetë, I porositi dishepujt e tij të hapnin një grop në rër në formë kryqi. I puthi dhe I ngushëlloi të gjithë, u shtri në grop. Pastaj, pas lamtomirës së fundit, ata e mbuluan derën në fyt dhe ja mbuluan fytyrën në çastin kur u ngrit dielli. Kur u kthyen në qytet duke qarë, dishepujt e tjerë të shenjtit donin të shkonin në vendin ku u varros. Gërmuan vendin, por nuk gjetën gjë. Sipas traditës së etërve të kishës, Shën Ioani është ngjallur dhe ngjitur në qiell si kundër hylinsja. Por në katedralin Ngjallja e Krishtit kjo e kremte është pak më ndryshe se në kishat e tjera të vendit, pasi në këtë ditë feston ditën e emrit kryepiskopi I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij, Imzot Ioani. Për të marrë pjesë në këtë gëzim të veçantë, morën pjesë në shërbesat e shenjta dhe atë të liturgjisë hyjnore arki-hieratike, hierark të kishës son, hirësit e tyre, Nikola, mitropoliti Thierit dhe Apollonis, mitropoliti Elbasanit, hirësia e tij Andoni, mitropoliti Beratit, hirësia e tij Asti, mitropoliti Gjirokastrës, hirësia e tij Nathanaeli dhe mitropoliti zgjedhur I Korçës, hirësia e tij Anastasi. Morën pjesë mjaft klerik të kryepiskopatës së Tiranës dhe të mitropolive të kishës son. Ioanit, fort të lumturit kryepiskop dhe fort të hirëshmit dhe Perëndis zgjedhurit mitropolit, të mitropolisë së fort të shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, të lartit dhe egzarkut të Ilirisë, detit Perëndimit dhe gjithë Shqipërisë, atit dhe kryebariut tonë, të shumta I qofshin vjetë. Në liturgji u këndua dhe fama e kryepiskopit. Dita e emrit në traditën tonë ortodokse është një ditë e veçantë dhe festive, sepse bashkë me shenjtorin që feston në qiell në mbretërinë e Perëndis, kremton e gjithë kisha këtu mbi tokë, por në veçanti gëzon dhe feston I krishterë që mban emrin e atij shenjtori. Kjo njihet edhe si dita e festimit të emrit. Ne të krishterët, sipas një tradite të hershme kishtare, në misterin e pagëzimit marrim një emër të ri për të na treguar se me banjën e pagëzimit fillon një jetë e re, jeta me hirin e Perëndis. Marrim emrin e një shenjtori që ta kemi atë si udhëzues dhe imitues të jetës son. Dhe ashtu si shenjtorët tanë festojnë me Perëndin në mbretërinë e tij, kështu dhe ne që përpiqemi në këtë jetë, t'ju ngjajmë atyre dhe të përfundojmë jetën tonë toksore me destinacion mbretërinë e qiejve. Kryepiskopin Anastas, mitropolitin Dhimitër, mitropolitin Ignat dhe episkop Kozmaj, e të gjithë kryepiskopët, episkopët dhe priftërit e kishës son që kanë ndruar jetë, ndërtuesit e lumur dhe gjithmonë kujtuar kësaj kishe të shenjtë, ata që kanë rënë fli për fe dhe për atë dhe, të gjithë etrit dhe vëllezërit tanë që kanë fjetur me shpresë ngjallje për jetën e pasosur, I kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e tij gjithnjë, tani e për erën e jetë të jetëve.
Predikimin në këtë të kremte e mbajti Atë Grigori, i cili ju transmetoi besimtarëve të pranishëm edhe jetën e apostull dhe ungjillorit të shenjtë Joan. Në përfundim të liturgjisë hynore, mitropoliti Nikolla në emër të sinodit, klerikëve dhe gjithë popullit shpresëtar, uroi kryepiskopin Joan me këto fjalë. Të dashur besimtar, në këtë të kremte të jetë ndërrimit të apostullit dhe ungjillorit Joan, nxënësit të dashur të Zotit, kremton në emrin Ati dhe kryebariu ynë, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Joani. Në emrin tuaj, në emrin e gjithë klerit dhe popullit besimtar të kishës sonë, në emrin e sinodit të shenjtë, i urojmë atij vite të shumta, të bekuara dhe me shëndet. E falenderojmë për gjithë shërbesën për më tepër se 30 vjeçare që ka kryer në kishën tonë. E falenderojmë që në ato vite të vështira, të cilët kaloi kisha jonë, ka qenë një mbështetje e të ndjerit kryepiskopit Anastas, por dhe një mbështetje e sigurt për gjithë kishën tonë. E falenderojmë që gjithë të vite ka qenë për të gjithë neve një shembull i vyer si një mësues i urtë, si një Atë i dashur, si një kryeprift i shenjtë. E falenderojmë që në momentet të vështira të cilët kaloi kisha jonë përpara disa muajsh, pranoi të mbajë mbi supet e tij barën e vështirë të kryepriftit dhe kryebariu tonë. E falenderojmë që me gjithë urtësinë e tij ka shërbyer me shumë sakrifica, me shumë mund në këto vite në kishën tonë, por dhe në këto muaj të vështirë të tranzicionit që kaloi kisha jonë pas humbjes së 3 klerikëve të vyer të saj. Na tregoi që me shumë urtësi e ka udhëhequr kishën tonë. E falenderojmë dhe i urojmë vite të shumta, të bekuara. Hiri i Shpirtit të Shenjtë t'i jap urtësi, ta fuqizoj e ta përmbushë deri në fund shërbesën të cilën Krishti i ka dhënë atij. Për shumë vjet o kryezor, vite të shumta të bekuara dhe me shëndet. Faleminderit për të gjitha. Falenderoj vëllain tim Nikolla për fjalët e ngrohta. Dhe në këtë ditë, festimi të një shenjti dhe apostulli dhe nxënësit të dashur të Zotit, duhet mendojmë diçka shumë të rëndësishme edhe për ne. Ky apostulli i dashurisë predikoi vazhdimisht që të duam njëri tjetrin. E tregohet kur ishte shumë i vjetër, është histori që e keni dëgjuar, por shpesh herë i përsërisim disa gjëra sepse janë të rëndësishme. Siç u kam thënë disa herë, përse Zoti e përsërit kaq shumë në Ungjillin e Shën Joanit fjalët doni njëri tjetrin. I përsërit vazhdimisht sepse zemra jonë nuk mund të ndryshojë vetëm se zbutet pak me ujë, po duhet vazhdimisht që të goditet që zemra jonë të hapet. Dhe kur Shën Joani ishte shumë i vjetër, mbi 100 vjeç, filloi mos ju mësonte shumë gjëra tjera, po ju thonte nxënësve gjithmonë doni njëri tjetrin. E ju mund ta merrni me mend, një ditë, 2 ditë, një javë, 2 javë, një muaj, një vit, po këto gjëra duke i thënë. Dhe një herë prohori, nxënësi i dashur, i thot mësues, Perëndia të ka zbuluar ty nga misteret më të mëdha. Ke ndetur bashkë me Zotin. Pse nuk më mëson gjëra tjera, po na thua vazhdimisht doni njëri tjetrin? Edhe shenjti u përgjigje i tha, doni njëri tjetrin dhe është mjaft. Nëse ne do e bëjmë realisht këtë gjë, e kemi realizuar gjithë ligjin e gjithë mësimit e Zotit. Po çfarë është ta duash njëri tjetrin? Sepse sot dashuria është shtrembëruar pak, duke përkëdhelur të tjerët, nuk i duam, i çojmë akoma në gabim. Unë atë që dua, thot Zoti, e i qortoj. Nëse ne shohim vllahën ton që po bën gremin, edhe nuk i themi gjë, është dhe faji jon. Nuk i themi se s'duam që të prishemi, nuk i themi se ndoshta ai mund mendoj keq për ne, dhe thot ç'më duhet mua,
kjo nuk është dashuri. Dashuria e vërtet është që ti flasësh e mos ta lësh që të bie në gremin. S'ka asnjë dashuri më të madhe se sa Perëndia. E megjithatë ai thot po këto fjalë, siç u thash pak më parë, unë atë që dua e qartoj. Prandaj edhe shenjtorët e mëdhej i qartonin të tjerët, i qartonin që të theshin në rrugën e drejtë. Edhe një prind i devotshëm që e do realisht fëmijën e tij e qarton. Prandaj edhe proverbat thonë, kush kursen qartimin dhe disiplinën tek fëmijët e ka prishur fëmijën e tij. Përkëdhelia nuk është dashuri, po shtrëmbrim i dashurisë. Prandaj ditën e sotme pikërisht duhet meditojmë rreth dashurisë që ka Zoti për ne. Kur gabojmë na qarton. Na qarton sepse na do. Nëse ne nuk i qartojmë të tjerët kur bën gabim, nuk i duam ata. Njerëzit kanë problemin pastaj me pranimin e qartimit, siç thotë dhe Solomoni i mençur. Qarto një të mençur e do kesh një mik. Qarto një të marr e do kesh një armik. Sepse i mençuri e kupton që ti ke qartuar sepse e do. E dashuria e vërtetë është pikërisht kjo gjë, një dashuri që afrohet dashurisë së Perëndisë, që i do të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata, edhe armiqtë e tij. Ju kam treguar një herë një histori nga Shën Pajisi i Madh, po do e përsëris sot sepse është shumë e rëndësishme. Një nga nxënësit e tij e mohoi Krishtin dhe u largua. E Shën Pajisi lutej ditë e natë për të, çdo natë. Mbas një viti ju shfaq Krishti dhe i thot: "Pajis, po lutesh për një nga armiqtë e mi?" Ai thot: "Po, Zot." "Të lumb Pajis, thot, je bërë ngjashëm me mua." Kjo dashuri e vërtet që do dhe armiqt. Ajo dashuri që edhe qarton edhe mikun e tij kur bën gabim, është dashuria që na mëson Perëndia që ne duhet kemi. Le të mundohemi ta kemi këtë dashuri, sepse njeri që ka shpirt dashurinë do ketë gëzim. Njeri që ruan inatin, ka mërira kundër të tjerëve, nuk është i pranishëm Zoti atje. Mërira e shkatërron njeriu, edhe fizikisht, edhe shpirtërisht. Dashuria e vërtet i largon këto gjëra. Ne nuk i duam njerëzit vetëm thjesht ata që janë të mirë, duhet i duam të gjithë. Zoti na thot duani dhe armiqtë tuaj. E nëse do kemi këtë lloj dashurie, do bëhemi të ngjashëm me Perëndin, sepse njeriu u krijua sipas ikonës Perëndis. E të gjithë njerëzit e kanë. Po kjo ikonë u shtrëmbrua. Po u krijua edhe me mundësinë për të bërë ngjashëm me Zotin. Në të dytën njeriu i parë ra, e Zoti erdhi të u mishërua dhe u bë si njëri nga ne për të na hapur ne përsëri rrugën, jo vetëm thjesht të pastrojmë ikonën tonë, po të bëhemi dhe ngjashëm si ai, që të kemi dashurinë e tij. Të ditë ju uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet të festë madhe të apostullit dashurisë. Amin. Le t'i lutemi Zotit. Bekimi dhe mëshira e Zotit ardhmi ju, me hirën e tij në ardhmë njëri dashje, tani e për erën e jetë të jetëve. Amin. Lavdime ty o Krisht shpresa jon, lavdime ty. Lavdime të mirë dhe shpirtë të shenjtë tani e për erën e jetë amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, me korbe e Zot i shenjtë. Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë Ylinësit dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, me fuqinë e kryqit çmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjen e fuqinë e qelluar të shpërtat, me lutjen e profetit Pajancë dhe Faktorit, ta apostullit që dhe edhëve tanë shënarë dhe krujës, dhe i prindë shenjë të tretja e kemi dhëramës, dhe shënë janë thërë, në më shirof dhe shpëtof, se Perëndim në rrëdhërëshës. Për shumë vjet, për shumë vjet, me uratat e etërve tanë të shenjtë të Zotin Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e krye Zotit tonë të shenjtë, Zoti Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Gëzuar dhe për shumë vjetë.
pas, në qendrën sinodiale u organizua një pritje ku besimtarë të shumtë, klerik dhe laik, intelektual, përfaqësues të shoqërisë civile, politikës, ekonomisë, nga bota akademike e të tjerë, uruan fortlumtorinë e tij për ditën e Embrit. Fëmijë dhe të rinj, nxënës dhe student të shkollave tona, të shkollave të Kishës, besimtar, vendas dhe të ardhur nga dioqezat e Kishës son, dhurojnë buqeta dhe dhurata të ndryshme, si shenjë e dashurisë së tyre për kryebariun e tyre. Sot është i ditë e shenjtë, sot është një ditë e gëzuar, sot është një ditë historike për Kishën, po sot është edhe një ditë për të uruar shëndet, mbarësi dhe urtësi hyjnore për kryebariun, për fortlumtorinë e tij, kryepeskopi Ioan të Kishës Shqipërisë. Përgjegjësia që ai ka mbisuar është e madhe dhe urojmë që urtësia Perëndis edhe forca të jetë me të në mënyrë që ta udhëheqë si duhet këtë kishë edhe grigjën tonë. Faleminderit. Kryepiskopit fortlumtorisë të Ioanit i urojmë vite të bekuara dhe vite të shumta. Perëndia e ndriçoft në rrugën e tij për të gjithë ne dhe paqen sa më gjatë o Zot. Sot është një ditë e rëndësishme për ortodoksit shqiptar, përveç se kremtohet ungjillori dhe apostulli Ioan, festohet edhe embri i kryepiskopit tonë nderuar Ioan. Sot morëm mesazhe, duani njëri tjetrin dhe shumë bekime. Për shumë vjet o kryezot. Për shumë vjet kryebari ju i dashur. Ta gëzoj emrin kryepiskopi Ioan me vite të bekuara, plot shëndete të mira. Urojmë kryepiskopin ton Ioan vite të bekuara. I uroj kryepiskopit Ioan vite të shumta dhe të bekuara. Kisha jon mbas largimit të kryepiskopit të ndjer Anastas hyrin në një periudhë të re. Ngjarjet e reja të këtij viti dhe zhvillimet pozitive të kishës son, ku së fundmi ishte dhe zgjedhja e 2 mitropolitëve të rinj, treguan frymën kishtare të unitetit, vëllazërisë dhe dashurisë së fortlumtorisë së tij Zot Ioanit, i cili bashkë me anëtarët e sinodit përreth tij kanë krijuar një klim paqeje, besimi dhe sigurie për besimtarët. Se ania e kishës son ka timonerin e saj të duhur, i Zot Ioanit, të shumta i qofshin vitet. Për Media Ngjallja, nga Tirana, Djakon Aleksandër Dimroçi.